Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë në takimin e shpalljes së 3 thirrjeve për aplikime mbi projektet e kërkimit shkencor, organizimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit me pjesëmarrjen e rektorëve të universiteteve publike dhe private, drejtues të programeve kombëtare, ndërkombëtare e të tjerë. Në fjalën e saj, ministria theksoi se kërkimi shkencor dhe të dhënat që prodhohen prej tij duhet të përkthehen në një realitet të prekshëm dhe të reflektojnë impakt në politikbërje, ekonominë, ndryshime ligjore dhe në aktivitetet të tjera të vendit. Ky takim sot është në momentin ose ka le të themi qëllimin kryesor promovimin e thirrjeve të sapohapura. Janë 7 milion euro, nuk ishin kaq 7 vite më parë, të destinuara nga buxheti i shtetit për kërkimin shkencor. Ka një ndryshim shumë të madh në 7 vitet e fundit, por 7 vite janë të mjaftueshme në kohë si periudhë për të parë çfarë duhet përmirësojmë dhe se si ne duhet të rishpikim vetveten. Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur aktualisht 3 thirrje për financim projektesh, thirrjen për infrastrukturën e kërkimit shkencor, thirrjen për teknologjinë dhe inovacionin si dhe thirrjen për infrastrukturën e kërkimit shkencor.